Aleanca Kombëtare për Integrim me anë të një preskonference ka akuzuar kryeministrin e vendit Hristian Mickoski për retorik të rrezikshme nacionaliste. Arta Bilali Zendeli nga kjo parti thot se deklaratat e fundit të Mickoskit janë dëshmia më e qartë e panikut të tij para 19 tetorit. Deklaratat e fundit të Hristian Mickoskit janë dëshmia më e qartë e panikut të tij para 19 tetorit. Kur një lider politik humb gjaktësinë dhe flet për skenar imagjinar që nuk ekzistojnë, kjo do të thotë vetëm një gjë. Ai e di se disfata dhe mosrealizimi i planeve antishqiptare po i trokasin tani më në derë. Çdo fjalë e tij për eliminim në fakt është thirrje për të eliminuar zërin politik të shqiptarëve. Kjo është retorike rrezikshme nacionaliste, e cila dështoi në vitin 2001 dhe do të dështojë përsëri. Fatkeqësisht, në këtë lojë të tij, Vleni ka pranuar të bëhet vegël, madje një vegël e vogël e Mickoskit. Me këtë rol vazali, ata po përgatisin terrenin për rikthimin e botës serbe përmes VMRO-s. Por le ta dinë, me vazal nuk ndërtohet as stabilitet e aq më pak ndërtohet shtet. Nga Aleanca Kombëtare për Integrim akuzojnë se VMRO, DPMNE dhe LSDM po realizojnë një plan të përbashkët për asimilim politik të vullnetit të shqiptarëve dhe pyesin se pse LSDM nuk ka kandidat aty ku garon VMRO-ja. Pyetjet që Mickoski nuk ju përgjigjet por duhet të përgjigjet në fakt janë: pse Mickoskit i pengon aq shumë BDI-ja? Apo për shkak se e di se BDI-n nuk mund ta nënshtrojë dhe ta shndrojë në vazal? Pse LSDM nuk ka kandidat aty ku nuk garon VMRO-ja, si për shembull në Çair, Tetov, Gostivar dhe Strug? A nuk është kjo një dëshmi se LSDM dhe VMRO po e realizojnë një plan të përbashkët për asimilim politik të vullnetit të shqiptarëve dhe vazhdimin e projektit degradues me vazalët e Vlenit? A mendon Mickoski se ai vet mund t'i përcaktojë përfaqësuesit e shqiptarëve, duke i reduktuar pastaj në figurant të skenës së tij politike? Pse u shfaq aq i brengosur në kuvent atë ditë kur tha se BDI planifikuar ka që të mos lejohet që maqedonasit t'i zgjedhin ata që do të udhëheqin me komunat shqiptare? Realiteti është ky. Mickoski e ka kuptuar se BDI nuk eliminohet dot, sepse BDI nuk është thjesht parti, por është organizimi politik i shqiptarëve, themeli i barazisë dhe arkitekti i arritjeve më të mëdha të këtij shteti. Ditën e djeshme, kryeministri Mickoski akuzoi BDI-n për bashkëpunim me Partinë e Majta, e cila siç deklaroi momentalisht është aleati i vetëm që përpiqet t'i hedhë gomë shpëtimi BDI-s.